nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Dje, Kuvendi i Kosovës ka votuar pro themelimit të një gjykate speciale që do të mirret me krimet e luftës dhe pro vazhdimit edhe për 2 vjet të mandatit të EULEX-it në Kosovë. Mirë po, sonde përpas këtyre temave ne do të diskutojmë ashtu edhe për ato se çka po ndodh gjatë këtyre javëve të fundit, në fakt rekrutimet dhe migrimet në mes të institucioneve, partive dhe shoqërisë civile. Në fakt do të flasim për atë se sa kanë hapësirë njerëzit nga shoqëria civile kur shkojnë në institucione për të vepruar dhe për të dhënë ide. Për të diskutuar sonte me këto tema me mua në studio janë Zotri Dugaxhin Gorani, ish këshilltar i qeverisë, tash analist, Luljeta Vuniqi, ish përfaqësuese e shoqërisë civile, tash pjesë e ekipit të kryeministrit Hashim Thaçi, zonja Shqipe Pantina, ish përfaqësuese e shoqërisë civile, tash anëtar e lëvizjes vetëvendosje, dhe Nureddin Bishi Leka, ish pjesëtar i shoqërisë civile dhe tash anëtar i LDK-s. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Po fillon me juve, zonja Vuniqi, fillimisht ju kemi pa tash fundi pjesë e kabinetit apo e ekipit të kryeministrit Hashim Thaçi. Çka ndodhi? Pse vendosët? Po, të e marrë parasysh që kontributi jem është gati më i gjati në sektorin e shoqërisë civile, tani për tani. Unë kam dhënë kontributin e madh në këtë sektor mbi 21 vite. Dhe kam kriju eksperiencë, përvojë dhe profesionalizëm gjatë kësaj kohe në fushën për cilën kam punu gjithë këto vite. E kjo është fusha e barazisë gjinore, fuqizimi i grave në vendimarrje në jetën publike, gjithashtu dhe zhvillimi i studimeve gjinore dhe hulumtimeve gjinore. Gjithë kjo punë e imja deri me tani mendoj që është vlerësu dhe konsideroj si vlerësim për mu që edhe një mundësi edhe hapësirë që më është dhënë që gjithë këtë bagazh timin profesional edhe përvojën time në këtë sektor ta bartë edhe ta jap në përpjekjet e ardhshme të kryeministrit Thaçi. Gjithashtu e shoh këtë moment, se natyrisht më është bë pyetja gjithmonë, sepse bashkëtash mas 21 vjetë, çka ka ndodhur që mendoj se si po ndjeni tash si pjesë e ekipit? Po ndihem e vlerësuar, po ndihem e gatshme që mund të jap kontributin tem tani në institucione. Dhe po mendoj se zoti Thaçi, kryeministri Thaçi, e ka bërë qartë se agenda e barazisë gjinore në Kosovë është pjesë e prioriteteve të tij, janë deklarimet publike, janë gjitha indikacionet që barazia gjinore, çështjet e grave, fuqizimi i grave dhe pjesëmarrja grave në institucione, po në vendimarrje, janë pjesë e pandashme e zhvillimit të demokracisë në shoqërinë tonë. Është pa dhe po shihet se ajo është një nevojë. Keni pritje se do të mund të bënë ndryshime brenda ku shkoni? Unë mendoj që po. Unë nuk do të shkoj atje që të jem pjesë e sistemit edhe të jem pjesë e heshtjes në sistem, po do të jem pjesë dhe duhet të jem pjesë e ndryshimeve në sistemin e tashëm. Zoti Gorani, ju keni qenë fillimisht në media, keni qenë në shoqëri civile, edhe këshilltari, keni provuar edhe gjellën e qeverisë, nëse muj me thonë. Tash nuk janë. A mendoni që zonja Vuniqi ka drejt kur thotë që mundet me ndryshu brenda kur shkon në sistem? Po, është e mundun. Përvoja jame është që në këtë kapacitet si këshilltar politik, ajo është gati e pa mundur. Mirë, po s'do me thonë që kjo nuk do të jetë edhe, ose do të jetë rasti edhe i zonjës Vuniqi. Ajo që unë e kom kuptu është që në politikë aktive, njeriu duhet të jetë pjesë e një organizimi partijak. Pra, këshilltari politik i cili është pjesë e ndonjë partije politike, e ka vështirë të jetë aktiv politikisht. Pra, vështirë e ka mi shku fjala brenda institucionit. Mënyra se si zonja Vuniqi edhe anëtarë tjerë shoqërisë civile janë ty dash me shku ose ty dash me fut në politikë është përmes një qëndrimi jo partijak. Dhe po mendoni që kjo nuk mundet këta me pozicionu në përvoja janë është që nëse si e pjesë e partisë politike, edhe nëse si e pjesë e strukturave politike, çfarë shembull të marrim PDK-ja, as unë s'kom qenë, nuk mendoj që është as zonja Vuniqi, atëherë si ekspert, si këshilltar ekspert, fush veprimin politik e kitë kufizum. Në qenë se ti merresh vetëm me një fushë e cila është jashtëzakonisht e ngushtë, edhe nuk ki qasje dhe s'mundesh me pas
qasje në atë që është vendim politik ose në proces të vendimmarrjes politike për çka qeveria edhe shërben. Kështu që mirë është shpaku si këshilla e emja si një ish që ka qenë një ish këshilltar, këshilla e kryeministër. Këshilla e emja është që të mos kenë ambicje të mëdha në kontekstin e ndryshimeve, po le të përqendrohen në fushën e vet të ekspertizës. Edhe mos ta prodhojnë projeksionin e tyre në publik si njerëz që ndoshta mundën me ndryshu diçka, me qenë se mandej vjen edhe ai momenti i zhgënjimit të publikut kur e shohin që ndoshta edhe s'mundesh. E realisht kanë vështirë në sesion pjesë e strukturave partijake. Se vetëm strukturat partijake ta prodhojnë peshën e angazhimit. Ndoshta për shembull mënyra qysh është kyç shqipja në vetvendosje është shumë më efikase për faktin që ti bësh pjesë e një strukture partijake edhe aty e krijon një angazhim serioz. Këshilltaria në fushën e ekspertizës është diçka më e ngushtë. Zonja Vuniqi, apo ju dekorajon kjo? Jo, as pak, unë veç e kisha shtu që kur je pjesë e ekipit, ti as që mundesh me synu që ti je vetëm aty dhe ti do të bësh ndryshimin rëndësor dhe me aty përfundon. Kur je pjesë e ekipit, je edhe pjesë e ndryshimit, po je një pjesë e ndryshimit që duhet ndodhë. Mirë, po nëse si partijakisht, politikisht e fuqishme, këto këshilla munden me met vetëm këshilla miqësore dhe jo të frytshme. Nuk e di pse po më vendosni të dytë në pozicionin e këshilltares. Po çka do të jetë atëra? Apo na qartësoni neve dhe publikut çka do të jetë roli juaj? Sakt, çka keni më bën në kabinet? Roli im do të jetë kontributi im në fushën e caktuar, siç edhe thash më herët, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, po posaçërisht e mbrojtjen e të drejtave të grave. Shtyria e agjendës përpara, domthonë zyre për barazë gjinore në kryeministri. Kontributi im në fusha të ndryshme mund të jetë në integrim evropian, mund të jetë edhe në fusha tjera të qeverisjes. Çfarë do të ndodhë me qendër? Do të mbeten në qendër apo do të Jo, unë nuk do të jem qendër, qendra do të vazhdojnë natyrisht punën me stafin edhe ekipin që e kam lënë aty. Ai staf edhe ekip do të pasurohet natyrisht edhe me njerëz të ri, dhe do të vazhdon tutje misioni, s'ka përfundu misioni i qendrës, po që ka qenë pioner dhe ka qenë themeluese e një institucioni që është marrë për herë të parë me studime gjinore dhe me hulumtime gjinore. Deri në vitin 2004 nuk ka ekzistuar një institucion i tillë. Mendoj që ajo punë është vlerësuar dhe vlerësohet shumë, edhe mendoj që ajo duhet vazhdoj se ka shumë nevojë. Zonja Pandina, ju nuk keni aderu tash fundi me këtë grupin e valën e re të privatizimit të pjesëtarëve të shoqërisë civile në vetvendosje, mirë po keni aderu më herët. Si e shihni tash valën e re të privatizimit dhe nëse mund me thonë relacionin, sa ju mendoni që keni hapësirë me shty procese në lëvizjen e vetvendosje? Spari nuk e dia pajtona me këtë termin vale privatizimit. Unë mendoj se secili individ mendon mirë momentin kur ai don me u kyç në jetën politike. Vetëm deshta diçka me ato që thonë ndodhen në kohën e zgjedhjeve. Prandaj kjo prononcimi i zonjës Vuniqi që është vetëm pjesë e ekipit nuk po muj me e kuptu, sepse ti o futesh në politik, të bëhesh pjesë e politikës dhe kështu mendon me bon ndryshimin, ose nëse ti do me dhonë kontributin tënë personal dhe profesional. Në fakt, ti nuk ke nevoj me u bë pjesë e ekipit politikisht, sepse ka mekanizma brenda qeveritar, kur ti nuk ke nevoj me u asocu me një subjekt politik. Mirë, po ata mekanizma nuk po funksionojnë. Eksakt, dhe kjo po na më në fund, po na dëshmon tani se asnjëherë në qeverinë e tashme nuk ka pas institucione të pavarura profesionale, që janë drejtuar nga njerëzit profesional, por çdo herë aty është dashur me ardh njerëzit politik. Ndoshta diçka e mirë nëse muj me konstatu nga kjo është që nëse zonja Vuniqi do të merret me çështje gjinore, të paktën tani do ta kemi një njeri më profesionist se sa të tjerë, të cilët as pak nuk kanë, në shumë raste, jo çdo herë, më duhet ta them, por në shumë raste as pak nuk kanë pas bëjmë me fushën. Po zoti Gorani e tha, është shumë vështirë nëse si janë struktura. Zonja Vuniqi nuk është strukturë, është këshilltare, mundet me qenë zyrtare, me udhëheq një institucion. Nëse do me kontributin tënd profesional në një institucion, në një institut,
agjenci qa do që brenda qeverisë, unë nuk mendoj se ti duhesh me u asocu domosdoshmërisht me subjektin politik. Çështja se unë do t'jem pjesë e ekipit qeverisë, se para në këto momente na nuk e di ma do t'jetë kryeministri, tha që prap kryeministër, sepse po hym garë. Dhe gara është e hapur e barabart, bile, unë personalisht mendoj se s'do të ritha që i ka shansat më të vogla që ai do t'jetë kryeministri. Po kështu mendon ndoshta zonja Vuni që në këtë rast, po arsye pse e përmenda çështjen e privatizimit është se perceptimi në publik është që vala privatizimit po ndodh në kohë zgjedhjeve, po shkojnë atje më pasunu në institucione, në politikë. Shumë që përmend çështjen e pasunimit. Mu kanë bërë shumë shpesh pyetje njerëzit çka lype që u futen politik. Ti ke pas një punë të mirë, unë kam punu kryesisht me organizata ndërkombëtare, më shumë se sa me organizatat lokale të shoqërisë civile, të drejtën. Kanë qenë projekte të suksesshme ku keni udhëheqë jo? Unë, shumica aty ne kanë qenë, jo plotësisht, sepse po t'ishin suksesshëm, ndoshta akoma do vazhdoja të isha pjesë e tyre, por ka pas edhe tilla që kanë qenë suksesshme. Por ajo që ju e përmendet pasurimin, unë kam pas një rrogë goxha të mirë. Rroga ime, paga ime ka qenë çdo herë më e madhe se kryeministrit. Ajo që e merr kryeministri me letra po flas. Kështu që para arsyeja. Sa pa letra rroga? Pa i tash tëna të shtëpi që e ka bo, nuk di, me qatë rogë nuk besoj që mundet me e marë. Unë halos po mu me dalë pikë të dive drejten me thonë. Kështu që arsyeja e pasuris ose pasurimit as pak nuk ka qenë bilen vetë vendosje, është një qëndrim që as kush nuk mundet me u pagu ma shumë se 3 fishi i rrogës mesatare të... Që i bjen ka 250, 750? Jo, 350 dikun. 350 mesatare. Bile tash me këto që i ka rrit kryeministri ndoshta rritet. Arsyeja tjetër, por arsyeja kryesore që unë jam fut në lëvizjen vetëvendosje është vërtet me e bo një ndryshim. A mendon që mundesh me bo brenda lëvizjes vetëvendosje? Jo, nuk du me bo ndryshime brenda lëvizjes vetëvendosje. Ku mendon që mundesh ti në shoqëri, në qeveri, unë nuk kam Po fillimisht do të ndryshim do të me bo në lëvizjen ku ju jeni. A mendoni që keni hapësirë në lëvizjen vetëvendosje me bo ndryshime për me mujt me kalu pastaj në një institucion tjetër? E para, eksakt, unë nuk kam hy aty me bo ndryshime. Unë kam hy aty që qëtë alternativë qeverise edhe këtë program e që për para se me hy aty, unë i kam konsultu, këto janë 2 dokumentet kryesore të vetëvendosjes edhe jam pajtu me to. Në parim. Natyrisht mundet me pas në rasht aty që me cilën nuk pajtojmë, por në parim unë jam pajtu me këto dhe kam thënë, okej, unë du të bëhem pjesë e ati ekipi, jo të ekipit të Albin Kurdin veçanti, të ekipit të vetëvendosjes, që ne muj me i jetësu këtë program dhe veçanërisht këtë altir që para se me kalu të jo, më falë, zoti Leka, dhe në unë gjithë duhet spajtojt me... Jo, a pasunosh, as pasunosh? Jo, deshta veç t'ja kujtoj zonja Shqipe Pantina se është moti që ka qenë në sektorin e përbashkët që shoqërisë civile dhe dini gjitha ato paragjykime që janë edhe kanë ekzistu lidhur me pasurimin edhe të antarëve shoqërisë civile dhe të shpërdorimeve e tjera. Do me thonë paragjykime kanë të 2 anët. Mirë po ne jemi individ cilë me punën tonë, me performancën tonë publike, kemi dëshmu dhe dëshmojmë se ku jemi edhe a kanë vend ato paragjykime. Ka pak njerëz të shoqërisë civile që janë milioner. Ka disa që janë qeveri që janë bo milioner. Unë hala nuk e pash ndonjë milioner në shoqërisë civile. Qofse ka mundësi, ta përfundoj. Arsyet e aderimit në një parti të caktuar politike, në një ideologji të caktuar politike është shumë personale dhe unë absolutisht nuk më intereson cilat janë arsyet e juja pse keni shku, me siguri keni pas shumë arsye që keni shku në një lëvizje çfarë është vetëvendosja. Unë i kam arsyet e mia pse nuk kam aderuar në parti politike asnjëherë në jetë. Deri me tani nuk kam qenë asnjëherë antare asnjë partie politike. Nuk keni me aderu. Absolutisht, nuk po paragjykoj aderimin tim ndoshta mas 4 vite në këtë parti, mirë, po tash për tash pozicioni im është ky, vlerësimi është ky, unë mendoj edhe konsideroj që muj me qenë pjesë shumë e dobishme e këtij ekipi. Lule, cilët ekipit qeverisës të kryeministrit tha që sepse ai aktualisht është kryeministër dhe ju tha që nuk jeni këshilltare. Asnjëherë nuk thash ekipi qeverisë sepse ekipi qeverisë është i publik edhe është i njohur dhe dihet kush janë. Kur thonë ekipi kryeministrit, ne nuk e dimë nëse ai do t'i fitojë zgjedhjet dhe do të jetë prapë kryeministër. Natyrisht që s'keni me e ditë, mirë po, do t'i shohim shumë shpejt kush do të fitojë. Ajo është diçka që do të jetë publike, shqipe, prandaj edhe këtu kisha me t'inkuraju mos me bo shumë parashikime se. Jo, s'po bëjmë absolutisht parashikime përveç faktit që unë mendoj se qeverisja duhet me u ndryshu dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore
që unë kam vendos me u marrë me politikë, me ndru këtë Ata shpo dhoni me mënyrë të ndru. qeverisjes. Dhe kjo për momentin ndrohet e para duke ndru këtë qeveri dhe mandej duke pru koncepte të reja të mënyrës së qeverisjes në rënd të parë duke këmbgul në zbatimin e ligjit. Unë mendoj se problemi jonë si shoqëri aktualisht është se po shkruajmë ligje mjaft mira, unë kam marrë pjesë në hartimin e disa ligjeve rregullore strategjive dhe mund të them se janë goxha të mira, por zbatimi i tyre është jashtëzakonisht i keqbile. Zoti Bishi, gjithashtu ju sfundi keni aderu në Lidhjen Demokratike Parti Paqësore, ju jeni njohur njerëz si një ish-komandant i UÇK-s. Si ndodhe, si vendoset me shku në LDK? Po mendoj që pas gjithse kohë, pa llogaritat pjesën se kemi qenë në atë okupimin, them kështu, të qetë Serbisë, atë pjesën për viteve 90 deri në vitin 98 kur filloi lufta, mendoj se deri tash partitë politike nuk janë partitë e luftës, apo këto e luftës, se ka ardhur koha që ato të profilizohen në krahasim me Hënë Qendër apo Djata të Majt. Po veç ka qenë befasi për publikun, se edhe komandantët në LDK dyqysh. Çështja e vlerave të luftës, çështja e bashkëpunëtorëve, çështja e shejt, është çështje që nuk pranurin asnjëherë, dhe ato për herë kom cek, dhe fatkeqësisht që ajo ka mbetë shumë pa trajtue në gjitha qeveritë deri tash, me fatkeqësisht edhe në qeverinë aktuale, që në formë vetëm pro forma bjet një ligj pa kurfar mbulese, mundësive materiale që ata kategoritë e luftës në radhë të parë veterantë, mos thënë këto tjera se pjesërisht janë mbuluar. Pse në LDK jo me një parti tjetër? Për arsye se LDK mendoj se për atë se kemi kaluar themat pjesën si ekspert të lëmive të caktuar, mund të gjejmë shprehje më të mëdha në këto parti ku nuk ka një formë autoritare të leadershipit kështu në partijak. Mendoj që është një mundësi që unë rekomendoj se jo. S'mendoj të bëj një ndryshime sikur që zonja Shqipe thot, mirë, po mendoj që në vazhdimësi për të bashkangjitur Karvanit edhe tesive të mirëfillta kuptim të ndryshimeve pozitive. Në institucione nëse japet mundësia si ekspert i sigurisë që ju njohim? Gjithsesi. Për arsye se jam shumë kritik nga zhvillimet e deri tashme, mendoj se gjithsesi një kontribut do të jap, po varet edhe prej mundësive çfarë edhe normal edhe pas rezultatit të zgjedhjeve normal ajo do të jetë edhe treguesi më i mirë se kur do të fiton, çfarë aleance do të bëhen, gjitha të tjera ato janë çështje për parashikim. Zoti Gorani, këto adherimet e fundit, këto privatizimet, vala e privatizimit, ju ndoshta bile me këshyr jeni ndër privatizimet e para, vala e parë e privatizimit në institucione. E tha edhe Shqipja, puna e pasurimit në institucione. A është perceptimi që duhet me shku në parti, institucione për me pasunu? Këni qenë mrena? Përsëri po thëmë, përvoja jame nuk të regon që mund është mu pasunu në për institucione. Me siguri ka raste që janë pasunu, mirë po nuk është e jamja me i analizu për faktin që nuk i di. Ajo që unë e di është ajo që folet rrugëve. Edhe ajo që folet rrugëve është që është në qeveri, është rroga e vogël po fitimi madh. Tash, unë ato se kom pa për veti, mirë po unë edhe s'kom pas në një post të rëndësishëm ekzekutiv. Unë kom qenë këshilltar, diçka ngjashëm si mendoj unë, ndoshta edhe si zonja Vuniqi. Ajo çështja pasunimeve është, mendja ma merr mua është... Zonja Vuniqi po thotë se nuk është si jo, nuk është këshilltare, është pjesë e ekipit që nuk e dihet se çfarë pozicioni. Mirë, unë për veti, pra unë kom qenë këshilltar edhe nuk kom pas në një peshë të madhe ekzekutive, edhe as kom pas resor, as kom pas buxhet, as këshilltarët janë pothuaj zyrtar opcional. Pra mund të jenë, pra mund të edhe mos të jenë. Edhe shërbimet e tyne ose ekspertiza e tyne është çështje e vlerësimit. Ndonjëherë ka diçka që ti din edhe ka nevojë për të, ndonjëherë ka diçka që ti din, po s'ka nevojë për të. Mirë po ti nuk je zyrtari cili ka, si këshilltara, ti nuk je zyrtari cili manipulon me ndonjë buxhet caktuar me tendera. Kështu që ato janë diçka tjetër, ato janë ministrit, ato janë agjencitë ndryshme, edhe ato janë do të thotë rolet ekzekutive. Roli ekzekutiv në qeveri është shumë vështirë me pas nëse nuk je pjesëtar i një organizate politike. Se ministrit ose ministrat, zavendës ministrat janë të emëruar politik. I emëruar politik, ti mund t'jesh spaku në mënyrë normale,
mund t'jesh vetëm nëse je antar i partisë, edhe aktivist i partisë. Ka raste kur njeriu për shoqënisë civile edhe e emërtojnë, e emrojnë. E mirë, si po ishini ju këto, pasi tash nuk jeni domethënë aktiv në institucione, si po ishini këto adherimet fundit në qoftë edhe në ekipet ndryshme institucionale, po edhe në parti politike? Shiko, unë një me kësha pas qef me folë për këto, ti po më pyet, mu pyetje relativisht të ndërlikume, po më jap shumë pak kohë me folë. Po është e jona, veçurna. Mirë, po unë këto e shoh si diçka, si një akt shumë normal, edhe realisht është i përshëndetshëm që e bojnë individ të caktuar ose figurat publike. Meqense se mendoj që njeriu qytetari i vërtet është ai i cili është i angazhuar. Edhe ti si individ duhet të jesh i angazhuar për shoqëninë, për cilën ose në të cilën ti jeton. Edhe kjo qasja po thuaj artificiale, religjioze, kjo ndarja artificiale mes shoqënisë civile edhe partive politike, kjo për mu është kurrë pos pasojë e një analfabetizmi gati intelektual që ekziston qoftë brenda shoqënisë civile, qoftë brenda partive politike. Si shoqënia civile, si partitë politike janë angazhime politike. Po, vetëm në anën tjetër kur jemi politik, perceptimi është që je politik. Shoqënia civile je i pavarur politikisht. Jo, je partiak, çashtu është perceptimi. Ti je i pavarur partiakisht. Po mirë, angazhim politik është si angazhimi i shoqënisë civile, si angazhimi i partive politike. Po mirë, partiakisht, po kjo çapo ndodh tash. Janë vetëm refleksion i një paditunie shumë të madhe në shoqëni. Edhe me rëndësi është mu kyç, edhe me rëndësi është mu angazhu politikisht. E jo me ndajt në qoshe edhe vazhdimisht me i vlerësu njerëzit, jo ti ki qenë këtu, e tash s'mundesh t'jesh këtu, jo ti ki qenë këtu. Po, ka dallime, domethënë partiakisht edhe politikisht. Kjo është një marrëzi e madhe, meqense se në shoqëni njerëzore ndaq kur mos me gabu, duhesh kur mos me bë kur gjë. Edhe mos me dal kur pi dhomës tonde. Edhe realisht njeri i pa gabushëm është njeriu që kur gjë një s'ka bë. Qasi njerëz mus më vynë edhe kur kujt si vynë në shoqëni. Me ndajt veç në qoshe edhe mos me bo kur gjë, edhe me thonë unë kur s'kom gabu, ajo për mu është një marrëzi. Unë mendoj që sikur zonja Vuniqi, edhe Shqipja, edhe Nura, zoti i Bishi, krejt këta e kanë edhe të drejtën, edhe besoj, edhe entuziazmin, edhe të shirën, mu kyç diku. Shumë ma mirë se me ndajt qosheve edhe me vlerësu njerëz kush e ka mirë, kush e ka keq. Diçka tjetër është sa mundesh me realizu qëllimet e tuja. Për që të si ish këshilltar, këshilla jame e keq që nëse futesh në këtë lojë është mirë të kyçesh partiakisht. Kështu që unë mendoj që në këtë setting që jemi sonte, Shqipja dhe Nura e kanë mirë. Këta janë kyç në parti politike edhe kanë vendos me e kriju një karrierë politike partijake. Si teknokrat, që po thonë zonja Vuniqi edhe zoti Ardian Arifaj, si teknokrat nuk pas ka shansa, nuk pas ka mundësi pa u kyç. Por mu s'ka pas. Mendimi edhe përvoja e Dugaxhinit që është një përvojë unike, personale e tij, që nuk do thotë që mu përgjithësu tash me nxjerr konkludim që gjithë ata që nuk janë partijak, do t'jenë humsa ose do t'jenë të dështuar ose nuk do të mund të japin kontributin. Unë konsideroj E që mi bo perceptimit që po thuhet në publik jo puna që e përmende zoti Gorani, puna e perceptimit në publik që krejt shoqënia civile po shkon në politik. Jo, nuk, po është perceptim. Përfaqësues, po mirë, janë përfaqësues të diskutuar, është përfaqësues, mirë, është përfaqësues, po megjithatë ju keni qenë drejtoreshe në organizate, pjesëtar, natyrisht. Shoqëri civile disa më të suksesshëm, disa më pak suksesshëm, disa më shumë publik, disa më pak publik, e tjera mirë, po megjithatë, do me thonë kemi qenë ose kam qenë qytetare e këtij vendit shumë aktive për 21 vjet. Në fushën e barazisë gjinore, në fushën e fuqizimit të drejtave të grave, në fushën e Dhe ju po mendoj që ka një moment tjetër kur ju duhet të japni një kontribut në një... Absolutisht mendoj, ashtu mendoj, edhe mendoj që ajo ka do të shihet në të ardhmen shumë shpejt, që kam drejt. Mirë po, në anën tjetër, deshta me u ndërlidh me Dugaxhinin në pikën ku thotë se ka shumë keq kuptime dhe është me të vërtet nivel shumë i ulët i debatit edhe i akuzave për aderimet e njerëzve ose për kyçjen e njerëzve në procese cilën unë nuk e shoh shumë të dallueshme në kuptimin e aktivizmit në jetën politike ose kontributit në jetën publike. Unë mendoj që njerëzit kanë
vazhdojnë të kenë, fatkeqësisht, ende, edhe mas 15 vjetë ku njerëz kanë fillu me ndëgju për shoqërinë civile dhe për konceptin e saj, ende vazhdojnë me konsideru që është gabushëm që antarët e shoqërisë civile të kyqen në institucion ose të kyqen në parti politike edhe të jenë vazhdojnë të jenë pjesëtar, qytetar aktiv. Po veç ajo që pëndodhë shpesh për shpalosit petko, do më thëmë pëndodhë para ose në prak zgjedhjeve ose gjatë zgjedhjeve, nuk pëndodhë në periudat ma hershme kur aktiviteti apo aktivizimi tyre e këtyre përfaqësuesve. Po jo në gjitha rastet. Jo në gjitha rastet pjesëtarët shoqërisë civile janë bashkangjit para zgjedhjeve ose ka raste edhe raste shumë që njerëzit as nuk e dinë që ata kanë aderu, do më thonë e postojnë që ati informatë në Facebook edhe nuk mirët. Mendoj që edhe media po e frym pak gjithë këtë hallakam. Apo s'është? Po, jo gjithë, do më thonë po e fryn pak për shumë arsye mrapa, jo qatë shumë mirë, po i përdor antarët e shoqërisë civile për me bë dhe me shtyë dhe agenda tjera. Po si do që tjetë, unë mendoj që është debati mirë ky edhe tjertë ku sqarohet se nuk është kur gjë përkundrazi është mirë që antarët shoqërisë civile në një moment caktuar të bashkangjiten në procese tjera ose mënyra tjera të veprimit. Mirë, se jo, që po e hapëm shumë një debat që ka antar, po pajtojme që ka antar shoqërisë, po të cilët po shkojnë në parti të ndryshme, lëvizje të ndryshme. Konceptualisht, zonja Pantina, si e vlerëson e dikë tjetër kur shkon me një tabar tjetër politik? Pozitivisht çdo herë, sepse pajtohem edhe me Dugin edhe me Lulën që në fakt për mu njerëzit duhet të angazhohen politik, po për mu edhe angazhimi në shoqëri civile është pozitiv. Po zonjës Vonit që qysh mundesh me shku te ekipi kryeministrit për shkakun. Po sepse dallimi ishte nëse je hyn politik apo në ekip. Pantina, kështu që këto janë Jo, pyetje unë retorike. jam politik, unë nuk e mohoj, unë s'kam shku me qenë pjesë ndonjë ekipi qeverisës, nuk e di, unë kam shku me qenë pjesë e një subjekti politik, sepse mendoj se kjo është mendimi im, kjo është ideologjia në cilën unë besoj, e para ka qenë programi. Unë si ideologji e mbështes, jam e majtë ma shumë, dhe i përkas qendrës e majtë, dhe kjo ka qenë e para, vetëvendosja ka qenë e vetmja, në mesin e pak subjekte politike, them ashtu, bile ndoshta në fakt e vetmja që ka thonë ne jemi majtas, ne jemi qendër e majtë. Si sheni ju këta tjerë për shumë që shkojnë PDK, NDK, a i qeni pak? është çdo herë zgjidhje tyre personale. Nëse ata shkojnë atë subjekt politik sepse ashtu besojnë, është çdo herë çështje mirë. S'ka rëndësi nëse menojmë ndryshe, çdo herë ka me pas mendime ndryshe dhe kjo është e bukura e pluralizmit edhe demokracisë. Nëse mendimi tyre, nëse qëllimi tyre është tjetër përveç angazhimit politik për me e sjell një qeverisje më të mirë, atëherë këtu nuk pajtohem. Mirë, po nuk du me paragjyku se këta njerëz pa marrë parasysh në cilin subjekt politik aderojnë, kanë mendime tjera përveç kësaj, por t'jemi të sinqert. Unë kam shku në politik sepse kam ambicje politike, sepse du t'jem e angazhume politikisht dhe nuk mund të pretendoj të bëhem bilas këshilltare, t'i rriti dikujt t'i tregoj të veshje se çka duhet bëj, unë mendoj se unë duhet jem pjesë asaj për me e bo ato. Është kollaj thjesht, vërtet është kollaj me qenë këshilltar dhe këto e kam provu edhe gjatë përvojës time në shoqëri civile. Shoqëria civile krejt çka bën ofron këshilla, sepse nuk ka pushtet ekzekutiv ose vendimmarrës. Krejt çka bën ti ofron këshilla dikujt tjetër i cili është vendimmarrës. Dhe përvoja më ka tregu se kjo nuk e ka fuqinë e mjaftueshme. Nuk po tham se asnjëherë nuk mundesh me arrit qëllimit, por është shumë e vështirë. Kështu që nëse don me ndryshu diçka ose edhe nëse don me maj ashtu që është, por nëse don me bë diçka, ti duhet të angazhohesh në mundet me ndryshu edhe ndoshta edhe pa qenë parti, po këtu mundet me qenë mendime të ndryshme. Njëjtë po tham, unë e kam ngjashëm përvojën si zotri Gorani, por jo brenda subjektit ose institucionin. Unë nuk kam punu për institucionet të Kosovës, kam punu për institucionet ndërkombëtare, me qëra fjala ose bëja në kohën kur kam punu, ka qenë qeveri, ka qenë pjesë e UNMIK-ut edhe më beso që është kogja vështirë nëse nuk ke një pozitë të lartë vendimmarrëse. Të paktën mënyra që funksionon tani në qeveria është bile akoma më e vështirë. Zoti Bishi, pastaj zoti Gorani. Kisha me ndodhur një përvojë se përket edhe apo kisha me folë në favor të qëndrimit edhe të Goranit edhe të Shqipërës, kuptim të asaj, jo tash kundër Lulës, po me këshillues se vështirë është
veprosh ashtu unë kom sprovu vetë në 2006-2007, sepse ka qenë koha e tranzicionit, po, edhe mund të falenderojmë autoritetet atëhershme që më kanë mirë pritë shumë mirë, edhe kom kry punën teme se për këtë aspektit do në të hartimit ligjeve, të infrastrukturës ligjore të Ministrisë Brendshme, sidomos policisë, po sido që tjetë, mendoj se aspekti i angazhimit politik të jep një fuqi më ndryshe, një qasje më ndryshe, edhe mendoj që do të jetë, sidomos për ne që im të kaluar një fazë bëgit gjatë, them kështu, të këshillimeve këto, koha është për një vendimarrje, një pozitë, jo në kuptimin e asaj që një formë, për arsye se nëse je i panvarur, shkon si në formë të ekspertit, apo qasja ndojtej e di çfarë është, ati mirë presin, apo në fundin ti miratojnë ato propozimet, apo projekte, është shumë relevante, në varet edhe prej këtë rrethit. Mirë, po mendoj që angazhimi politik është i domosdoshëm, edhe mendoj që këto aderime që bën kohë fundës se përjashtë edhe vetën, që janë të mirë pritura për partitë politika. Mirë, po, pak njerëz ndoshta kanë besu për ju dhe zoti Bishi që keni hi paraprakisht pa ndonjë marrëveshje. A keni bën ndonjë marrëveshje në listë deputetëve, në pozicioni, a ka marrëveshje paraprake me partitë për shembull, në këtë rast me LDK-n? Keni bën ju ndonjë marrëveshje? Nuk ka kurrë marrëveshje. Ku një farë marrëveshje? Jo. As për listë deputetëve, as nëse vjen qeveri? Jo, absolutisht kurrë marrëveshje nuk ka pas. Unë vetëm shas në atë parti, dhe mendoj se edhe gjithë herë, edhe kur më kysh në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, që më nisi një ushtar, edhe mandej koha ka ardhur për pozicionime varësisht prej momentit, edhe në këtë rast njëjtë kom vepruar. Zotë Gorani, dje Kuvendi i Kosovës miratoi, aprovoi gjykatën speciale për krimet luftës, në fakt vazhdoi gjithashtu edhe misionin e Eulex edhe për 2 vjet. Tash ajo që po diskutohet këtë javë dhe javën tjetër është edhe çështja e zgjedhjeve. Po tishi në këshilltar tash i kryeministrit, çush e kishte këshillu për punën e gjykatës speciale? Punën e gjykatës speciale, çka kime këshillu aty, ajo është punë e kryme. Dje është votu themelimi i saj, edhe ajo tash do të themelohet edhe do ta fillon funksionimin e vet, çka ka me këshillu aty. Këshilla ju, a ka drejt, a është mirë që e kemi tash këtë gjykatë? Ka që ndash më këshillu shumë ma herët, ashtu që puna kësaj gjykate të mos formulohet sikur një skandal edhe si një befasi e pa këndshme në këtë shoqëri, marrë parasysh që për te diskutohet tash e 5 vjet. Pra një këshilltari serioze ka që ndash ndodhë pak ma herët, mendoj që edhe ka ndodhë. Mirë po, kjo puna djeshme është akti fundit, pra kjo është tash në një projekt... Publik ka arë tash fundi, në publik ka arë tash fundi kë debat, sa i përket tribunalit, në fakt gjykatës. Do të thotë, nëse e shikon ti këtë politikisht, në mënyra se si është themelu gjykata, e shpalos një fakt i cili është shumë i rëndë për këtë shoqëni, e ajo është që na, kohë pas kohë, neve na tregohet që vendi janë nuk është një shtet sovran, po që është një projekt ndërkombëtar. Edhe si projekt ndërkombëtar, përgjithësinë për te, nuk e kemi vetëm ne, po kohë pas kohë e ka edhe dizajnusi, edhe projektusi, ajo bashkësia ndërkombëtare. Deshtem ne nuk deshtem, fakti që na dje e votum një tribunal me cilin kinse nuk pajtohemi, po cilin e votum me qenë se kinse s'kemi qare, ajo të regon për një teatr të vogël politik, i cili u zhvillu dje, sa për sy e faqe, për mi përmbush një kërkesë, e cila kërkesë tash përshijet e ka mëtshme e bashkësisë ndërkombëtare. Ajo është, ky tribunal dhe kjo gjykat duhet themelohet, edhe nuk ka shpëtim prej saj. Edhe aty dje, ra poshtë edhe sovraniteti janë, edhe pavarësia, edhe funksionalizimi institucioneve, edhe krejt fjalë që i folim na për një projekcion të shoqënisë tonë, për një projekcion institucional të shoqënisë tonë si diçka funksionale, krejt ato ranë nuj. Se po t'ishte ajo e vërtet që na e flasim për veten, deri te kjo nuk do të vinte. Dje ka qenë dita kur na u përballëm me një të vërtet të hidhur. E ajo është, na e shohim veten në një mënyrë, ndërkohë që bashkësia ndërkombëtare dhe bota neve na sheh në mënyrë krejtësisht tjetër. Edhe tash cili interpretim do t'jetë interpretimi mbizotnues. Ajo që na e shohim veten, apo që na shohin neve tjertë. Dje e morën vesh që na shohin neve tjertë, është ajo që mbizotnon. Jo, nuk e dim se një send është mirajt tjertë, e një send është mirajt edhe vetin.
e na gjatë procesit të gënyerit, na kemi fillu me gënyu, mas pari shoqnin, edhe publikun, gjematin, e mande edhe vetën. E djerdhëm situatë kur një gënjeshtër e vogël murë fund. Omlet, zona Vuniqe, dëgjum një këshilltar. Tash ju si pjesë e një qeverisje apo kabineti aktual të kryeministrit, cilë është vlerësimi juaj? Jo, unë ndeshta në qofë se më lejohet para se të them këte, të vazhdoj edhe diçka në lidhur me temën edhe aderimet. Vesh mësë në këthe Jo, shumë. një fjali. Se po du me qenë e qartë mos me e ndërprej këtë bised, të e pas përshtypjen që aderimet po bohen se për shkak do shgënjimeve ose mos suksesit në një sektor edhe të vjetë në sektorin tjetër. Unë pa flasë për rastin tim, unë jam në pikun e suksesit me punën time në shoqëri civile, kom themelu 3 rjete vendore, do më thënë kom qenë kohë themelu se 3 rjeteve vendore, edhe një ndërkombëtar, kom themelu një organizatë cila ka për... Pse e lat? Unë e shok këto si një hap për para, jo shgënim ose mos suksese, jo këshilltare, edhe një tash. Po, mirë. Tash, për sa i përket tribunalit, mendoj se është folë shumë, është tanë shumë. Nuk është folë shumë, zoti Gorani, po thot edhe perceptimi publikut, ai po thot që është folë prej moti mirë, po në publik ka ardhur tash, zonja Vuniqe. Publik ka ardhur tash. Po flas për media, po flas edhe për debatin dje që u zhvillu në parlament, po besoj s'po ku për këtë flas për 5 vjet të fundit që po përmend edhe zoti Gorani, për 5 vite të fundit po flasim, për 5 vite të fundit që është mbajtur në sheftas ky debat. Nuk e kom pasur në atë përshtypje që është majnë fsheftas, na i dim edhe raportin e Dikmartit, i dim edhe hetimet, i dim edhe debatet, natyrisht që nuk kanë qenë mjaftueshme, ka pas nevojë dhe ka nevojë që bëhet ky debat më shumë. Mirë po, tash jemi para një vendimi edhe kjo, po mendoj që është jo, pa debat në parlament. Procedurat për shpejtume. Si pat shumë dhe gjatë dhe pat shmangje procedurat. Në anën tjetër, unë mendoj që tash është gati që e kodë që të flasim post festum një vendimi që është marrë dje. Do më thonë? Tash për tash. Kam prit veç nëse mu i me shtu, se e përmeni zonja Vuniqe një moment të rëndësishëm që po është e vërtet se ka pas një raport të Dikmartit. Dhe ajo që ka unë kam prit personalisht është që po do të zhvillohet një gjykim, por kjo do të zhvillohet për shkak se kryeministri Thaçi e ka pa dit Dikmartin për shpifje pa qujt. Kështu që unë kam prit me ndodh një ballafaqim gjyqësor, diku, nuk e di anë gjykata tona në Strasburga kudo, por si rezultat i padive të ngritura nga kryeministri Thaçi për shpifje ndaj Dikmartit. Por jo që si rezultat i këtij raportit të krijojë një gjykatë, tashmë pithuhet emri gjykatë speciale, nga cila do të dënohen i gjithë procesi, i gjithë lufta. Natyrisht se vetëvendosja tashmë e ka bërë shumë të qartë qëndrimin e tyre dhe ne nuk jemi kundër gjykimit të rasteve individuale që kanë mund të ndodhë gjatë luftës. Por, këtë kemi mundur dhe është dashur ta bëjmë ne në gjykatat tona të rregullta e jo tani na krijot në gjykatat tona. Po tash kjo është çështja, pse nuk po mujmë? Pse ne nuk qenë kemi në gjendje që e kemi gojen plot shtet, plot sovranitet, plot sundim të ligjit dhe bile qeveria aktuale po tenton prap me vazhdu me këto, edhe mas 8 viteve ose 7, nuk e di sa qeverisje, nuk arriti me bo një gjatë tillë. Pse tash unë duhet me besu? Ndashta zona Vuniqe tash si pjesëtare e re e kabinetit, mundet me na dhënë ndonjë përgjigje. Pse deri këto shqetësimit zonjës? Jo, mu kthy filmi pak edhe mu kujtu që edhe televizioni ju, në emisioni ju i ka bo kështu hetime në deri në Shqipëri, ka shku deri te Shtëpia Verdh dhe tjera, dhe më thonë, nuk është se nuk kemi ditë kur gjë, ka pas një farteri. Kemi shkuar dhe s'ka pas kur një farfakte, po na erdhi për një herë tash para zgjedhjeve duhet me votu sepse s'u shkon zgjedhje pa votu. Njerëz që përcjellin zhvillimet politike, zhvillimet në vend, mendoj se kanë ditë mjaft. Zoti Ibishi, partia në cilën ju keni adheru ka votu pro kësaj gjykate. Personalisht jo, cili është vlerësimi juaj? A i duhet Kosovës kjo gjykatë? Personalisht mendoj se është fyrje rënd për vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por në parasysh që po thohet se tribunali për krime, ka të bëjë me krime pretenduara. E votoj pro. Po më parasysh, unë po flas në timin personal. Edhe mendoj që
kjo ka ardhur si pasojë e mos reagimit me kohë të institucioneve të Kosovës, kuptim që edhe pse janë gjykuar shumë raste edhe në nivel nacional, po edhe ndërkombëtar në Hagë dimë edhe çfarë ka qenë rrjedhimi. Thash na adresohet në një moment shumë ndjeshëm edhe gati po konvertohet çështja e viktimës me agresorin, domthonë agresori s'është kërkon këto. Nga leksi që kam i kry këto punë, e jo tash me u kryu një gjykat tjetër? Po, tash është vonë. Tash faktikisht ka përfunduar, çdo na bin edhe kuvendi bie para aktit kryer, prej këtë presionet, ligji bëhet brenda një dite, 2 lexime, bëhet përjashtime këtë histori mandej. Pse është puna atëherë direktor? As kemi mujt na vetëm këtë qeverisja, asgjë tjetër. Këtë qeverisja janë gjitha partitë përveç vetëvendosjes që s'ka qenë deri tash, edhe LDK-ja ka qenë bashkëqeverisje me PDK-n, edhe me AK-n. Mirë, por na po flas pikos pavarësisë e këndej, që ka shumë që ka mu bë, edhe mos me orë para aktit kryer tashme ne me... A ka mujtë mu parandalu? Po, gjithsesi. Mos them për përvojat jo të rajonit çfarë ka ndodhur në vende të tjera të konfliktit, ku vetë shteti ka marrë përsipër çështjen e ndjekjes apo krime pretenduara, jo të vjen dikush tjetër të na gjykon këtu brenda. Edhe tjetra është se tash ka marrë edhe një çështje tjetër, çështje edhe viktimës së agresorit, në kuptim të asaj, mas 13.000 sa viktimave edhe 1.714 ende personat pa gjetur, edhe ne fillojmë ende tash trajtimin e brendshëm këto të çështjeve faktikisht për çështjet më të ndjeshme të... A ka me pas hetime, ju keni vepru operu në zonën operative të Llapit, a ka me pas hetime edhe në zonën e juj? Ku keni qenë? Nuk e din. Se na ka pas hetime veçantë në procedurë, edhe thash unë nuk e di, a do të bëhet një superstrukturë e një gjykimi, unë s'po jam për momentin as vetëdijshëm, edhe pse po i di këto rrjedhimet, edhe nëse gjykohen, atëherë a duhet vetëm pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, apo ka pas edhe ptije palë ndërluftuese që kanë kryer krime në Kosovë? A kanë qenë ushtria, policia, paramilitarët, civilë, serb, këto që kanë bë krime? Apo ato në mënyrë separate duhet të gjykojnë një shtet tjetër që faktikisht është replika e Serbisë këtë rast. Ajo që është përfundu dje zoti Gorani në kuvend, është thonë që kjo tash i qel udhë zgjedhjeve parlamentare sepse jemi në vit elektoral, si vetë i kemi zgjedhjet. A jemi prak zgjedhjeve? Është përmend që gjatë kësaj jave apo javën tjetër, në fillim të javës tjetër, do të shpërbëhet kuvendi për me shku me qel udhë për zgjedhjet të reja. Po, unë mendoj pikërisht sot është mbajt, me sa unë e di, një takim mes liderëve partijake dhe besoj që pazari fillon aty mu qartësu. Ekzistojnë 2 bloqe këtu, ose 2 qasje, njëra është për zgjedhjen shtator ose në fund vitit, tjetra është për zgjedhje me njëherë. Krejt kjo varet prej disponimit partive dhe projeksioneve, pra bingjeve. Asë më pajtu zoti Thaqe dhe zoti Mustafa, apo tash du më pajtu edhe të tjeret? Nuk e di. Mendoj që në pjesë e pajtimit duhet jetë edhe bashkësia ndërkombëtare, cilën na tradicionalisht kemi dëshirë me haru. Me harojmë faktin që këtu po ashtu edhe dikush pytet. Tash, me sa unë e di, ata bashkësia ndërkombëtare se ka ndërmend të insistoj. Me ungut. Ka dallimi mes qershorit dhe shtatorit? Çka ndryshon? Mendoj që edhe ashtu jemi të u fut në një periudhë të qeverive jo stabile. Pavarësisht kush fiton dhe pavarësisht kur mbahen zgjedhjet, qershor, shtator, qeveria që do del nuk mendoj që do të jetë qeveri stabile, edhe s'mendoj që do të zgjatë shumë. Mirë po, për faktin që jemi në një moment relativisht të ndihshëm shoqënor, çfarë është ky sot, qëndrimi jam është që do të ishte shumë më racionale nëse zgjedhjet mbahen më vonë, nëse mbahen pas verës. Pse? Për faktin që një pjesë e këtyre proceseve, qoftë tribunali, sidomos ligji ose ndryshimi i kushtetutës rreth ndryshimit të emrit të forcave të FSK-s në FAK, ato do ta prodhojnë një moment të ndihshëm në kuvend, me qenë se bëhet fjalë për ndryshim ose për amandment në hapjet kushtetutës. Edhe mendoj që klimat që mund të prodhohet në kuvend do të mund të shkakton një parehati, ndoshta edhe një konflikt vogël me për shembull përfaqësues ose deputet e partive jo shqiptare. Për shkak që aty ekziston kushtëzimi që ndryshimi i statusit të FSK-s duhet të ndërlidhet me ndryshimin edhe kushtetues rreth vendeve të rezervume
për serbët. Po për nënën tjetër, për shembull, i kemi liderët e partive në terren, i kemi pothuajse në fushat. Punë e Janë çdo madhe. ditë, janë çdo ditë. Punë e madhe. Premtimet milionave ndodhen çdo ditë. Edhe çka? Edhe domethënë nuk kemi zgjedhje. Tash. Unë po flas për diçka tjetër, unë po flas për çush e kindërmen me abotin kuvend me pakicën ose me pjesë me deputetët serb. Me qenë se për ndryshime kushtetuese duhet 2 fish i 2/3 ose 2/3 e 2 fish ta shumica e 2 fish. Çka nëse ti aty e keni problem të madh të një pjesë të deputetëve jo shqiptarë që thjesht refuzojnë. Edhe tash ti futesh në një krizë të vogël parlamentare, në një proces i cili brenda një procesi politik i cili edhe ashtu është i ndjeshëm për shkak të tribunalit. Personalisht mendoj që nuk ekziston ndonjë nevojë iminente, do të thotë nuk ekziston ndonjë urgjencë aq e madhe që ti të futesh në për kriza të vazhdueshme parlamentare, ashtu që ti bësh zgjedhjet vetëm për një dëshirë që të shkohet ndeti me ndonjë lehtësim më të madh. Unë s'po kuptoj pse duhet gjithçysh më bën qershor. Nëse jeni ka pas marrëveshje mes dy liderëve të partive më të mëdha, PDK-s dhe LDK-s në këtë rast, që të shkohet në zgjedhje. Kur ka ndodhur ty me të marrë vesh? Kjo marrëveshje, nëse flasim se s'di cilës marrëveshje po i referohet, nëse janë ato marrëveshje. Zotit tash më tha që me zotin Isa Mustafa. Nëpër kafe. Nuk e di nëpër kafe apo ku. Sepse ato për mua nuk janë marrëveshje. Sipas se është kur do zgjedhëm. Marrëveshje ka qenë një marrëveshje e cila është bërë rezolut, nëse ju kujtohet, e cila sa u bën 2 vjet ama shumë. Jo, ndoshta më shumë. Cila marrëveshje ju respektu. Eksakt. Ajo ka qenë marrëveshje, e cila ato muj me qujt marrëveshje sepse për të ka pas një votim në kuvend, i cili ka thënë që vendi duhet shkojë në zgjedhje 6 muaj masi të sipas është në vetëvendosje, kur duhet shkojë vendi në zgjedhje? Sot. Ne mendojmë se sa më shumë. Po, ai përmendi disa probleme që i tha zoti Gorani. Po, çka më garanton mua se këto probleme nuk do të jenë edhe masi më në zgjedhje? Çka më garanton mua se minoritetet stabile? Varet prej rezultatit. Qeveria do të jetë rezultati i zgjedhjeve, kush do fitoj shumicën, kush do jenë pale që do ta krijojnë mandej qeverinë, jo domosdoshmërisht mundet me qenë ajo jo stabile. Zoti Bishi pastaj zoti Gorani. Cili është vlerësimi i partisë juaj LDK-s? Nuk flas në emër partisë, flas personalisht pasi që nuk jam i kyçur në atë. Po, hanesim mësojmë. Por sido që të jetë, mendoj se ndoj mendimin e Goranit se do të mbahet në shtator me qëllim përgatitjes mirë fjalë, edhe kështu kjo letargjie stërgjatur e kësaj qeverie, më mirë është bilet të shkojmë në zgjedhje, edhe unë njëjtë parashaf që çdo qeveri jashtme do të jetë shumë jetë shkurt, në kuptim të asaj për shkak vetë trende apo tendosjeve sociale që janë shkaktuar nga korelacioni shkaku pasoja që në formë veshpritën. Kush është ai fatkeq që do të udhëhej qeverinë do të shiqohet. Mirë, të shohim atëherë se kur do t'i kemi zgjedhjet në qershor apo në shtator. Shikues të nderuar, kaq kishim kohë për sonde. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Natyrisht ju mund të na shkruani në kallzo.com të raportoni për çdo temë që keni. Deri të javën e ardhshme, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.